Jo, takime personale, edhe... Fushat nuk e vëvonë, në kom të loj... Kjo është, jo dhe profesorit, kjo është shumë e dëmshme, e tha profesori, pa marrë parasysh kemi të bëjmë me dy ekipe shumë serioze dhe që kanë dikim, edhe kjo është e dëmshme për futbollin kosovar duke i ditë se sa mirë kanë shku gjërat, sidomos edhe në përfaqësuesin ton dhe ku Kosova mbriu të lexohet në 2-3 miliard njerëz në botë dhe dalin pasaj në Superligën e Kosovës gjëra të tilla, deklarata të tilla, mendoj që nuk është e mirë, nuk është e shëndetshme, e thanë edhe parafolësit që duhet prokuria të merret, por unë mendoj që edhe për deklarata duhet kënë kujdes sepse dëmtohet futbolli, por edhe shteti i Kosovës, sepse këto gjëra janë shumë të dëmshme dhe shumë shpejt e marrin edhe i honën edhe jashtë vendit, sepse kemi të bëjmë me ekipe të cilat janë në ligën e parë dhe mendoj që i kam dëgjuar shpesh edhe nëpër studiot tua këto diskutime dhe biseda, por se di, nuk është që kam pa diçka, po shpresoj që nuk ka asgjë të vërtetë dhe të i kalohet kjo, federata e pas ka bë deklaratën dhe